Jemi tash me zhvillime politike. Nënkryetari e Lidhjes Demokratike të Kosovës Hikmete Bajrami ka mbajtur një konferencë nga selia qendrore e LDK-s, ku ka akuzuar qeverinë për krizë ekonomike dhe po ashtu edhe për krizë në sistemin e energjisë me furnizim me energji elektrike, duke thënë mes tjerash se po bëhet hajni përmes faturave dhe ka paralajmëruar rritjen e çmimit të energjisë elektrike për qytetarët e Republikës së Kosovës, qysh prej vitit 2026. Kostot e transportit e energjisë për Kosovën rriten deri në 84 herë në ditë, atëherë kur bien blloqet e kekut. Dhe kjo nuk e besoj dikush që mund të mendoj që është rastësi apo tranzit. Por ajo nuk po tregon se me kanë ka kontrata. Andaj na prej këtu, për të satën herë, bëjmë thirrje zonjës Rizvanulli, institucioneve përkatëse që ti publikojnë kontratat dhe ne të dim se prej kujt po blejmë energji, sa po blejmë energji, ku është origjina e energjisë të cilën ne po e importojmë dhe sa po paguan Kosova për kostot e transportit. Nga nënkryetaria e LDK-s kalojmë te një ish nënkryetare tjetër e Kuvendit Republikës së Kosovës për 3 muaj, Albulena Haxhiu e Lëvizjes Vetëvendosje, e cila pranon se Lëvizja Vetëvendosje nuk ka synim që të lidh koalicion me asnjë subjekt politik, por i duhen vetëm votat që të triumfojnë në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 28 vjetorit. Përbindjen tonë, në qoftë se ne, si me thëmë, përvaremi nga votat e subjekteve tjera, ata po rrisin pazaret. Do më thonë, në momentin kur ne na duhet 1 apo 2 vota, ata i ngrisin pazaret në shpërputhje me fuqinë politike që kanë, në shpërputhje me mbështetjen që qytetarët e Republikës së Kosovës po u japin. Në këtë drejtim, për neve kjo çështje duhet të perëndoj. Nuk duhet të ketë çështje të tilla ku subjektet kërkojnë më shumë se çu ka dhënë populli.